Çështja e unitetit mbetet një objektiv edhe teorik edhe praktik i fesë islame, edhe doktrinar i fesë islame, që është kërku prej kohës pejgamberit alayhis salam edhe vazhdon deri në ditët e sotshme, edhe me këto na kur flasim për unitetin, nuk duhet ta mendojmë atë unitetin vetëm në çështjet që mund ndërlidhen nga praktika jetësore jona, apo shtetërore. Po mbi gjitha kemi të bëjmë me një unitet edhe fetar, se në kohën e pejgamberit alayhis salam mbi gjitha është kërkuar një unitet fetar, e pastaj unitetin e kemi edhe praktike strategjik, siç ka ndodhur ajo në Medinë, ku pejgamberi alayhis salam është mundu mi bashku edhe ensart, edhe muhaxhirint, edhe fisin Eus, edhe fisin Khazraj, apo edhe mi integru në njësi konstituive të shtetit, pakicat nacionale, pakicat kombëtare që kanë ekzistuar në shoqëri. Këtë kanë qenë këto në funksion të unitetit, sepse uniteti përbën atë esencën e shoqërisë apo të perspektivës së shoqërisë. Pa unitet nuk mund të mendohet që ka zhvillim një shoqëri. Përkundrazi, aty ku nuk ka unitet, ka urrëtie, ka edhe luftë të brendshme. Do të thonë se kërkesa e unitetit, edhe po dalim edhe në atë pjesën që të ne si reflekton kjo, çështja e unitetit nuk është qëllim vetvete, por është në funksion të dobisë edhe individuale, edhe pasurore, edhe shtetërore, edhe strategjike, edhe kombëtare, edhe etnike, edhe fetare, për një vend të caktuar. Në mënyrë zinxhirore. Aty fillon, apo aty buron dhe aty kthehet perspektiva e shoqërisë. Nga kaluar, apo po themi, sa herë që shoqëritë janë përballë me çare të brendshme, me urrëtie të brendshme, me mungesë uniteti, me thonë më mirë, ato shoqëri kanë përfunduar në luftra civile. Domethënë në një konflikt qytetar, ku të gjithë kanë luftuar kundër të gjithëve, apo edhe në raste të tjera në disa polarizime, në disa grupacione që kanë luftuar një tjetër. Na kurrë nuk mund t'ia dim vlerën e unitetit pa e përjetuar mungesën e tij apo anën e kundërt, urrëtien në mes njëri tjetrit. Kur e kuptojmë edhe përjetojmë edhe i shohim pasojat e urrëties së njëri tjetrit, çfarë stagnimi i japin vendit, çfarë paragjykimesh, në çfarë rrjethi vicioz e fusin shoqërinë, atëherë shohim se çfarë do të thotë ta kesh një unitet. Edhe çka do të thotë që unitetin në çështjet parimore ta kemi si referencë në veprimet tona që i kemi.